Mjeshtër, çfarë është një këshill e rëndësishme që një fëmijë të rritet i fortë me vetbesim dhe që mos vuajë nga ankthi? Një gjë shumë e rëndësishme që ndikon shumë pozitivisht fëmijën, por të flasim mbas moshës 10 vjeçare, ku ai mund të fillojë të praktikojë teknikën e meditimit transcendental. Dhe ajo do japi eksperjenca edhe ndjenja në shumë drejtime dhe përforcim të karakterit, personalitetit apo jetës së njeriut. Por përpara asaj, shpeshherë vrej prindër të ndryshëm që kanë një deficit në sjelljen e tyre me fëmijët. Janë gjithmonë të gatshëm për t'i dhënë çdo gjë që kërkojnë. Që do të thotë, nëse fëmia është i aftë ta bëjë një gjë vetë që në moshë të hershme, është shumë e rëndësishme ta mësosh atë që ai ta bëjë atë gjë në moshë të hershme, që në këtë formë të kaliten shumë aspekte pozitive për fëmijën. Ato aspekte që do të kaliten janë të tilla që fëmia, nëse ti ja jep të gatshme një gjë, ai gjithmonë do ta kërkojë në jetë që ti t'ia japësh të gatshme atë gjë. Dhe kjo do sjellë një deficit te fëmia. Ai do kërkojë gjithmonë t'i japësh të gatshme. Por nëse ti e lejon fëmijën të rrëzohet, edhe pasaj i thua, ok, tani çou, mund të çohesh. Ai do të çohet vetë. Nëse fëmia kërkon një lodër, ta bën, ta kërkoj lodrën, atëherë ti nuk duhet ja japësh, po duhet i thuash, shko merre. Edhe ai do shkojë ta marrë, që ai të kalisit e vetja e tij, që ai ka mundësi të veprojë dhe të marrë iniciativa në jetën e tij. Në këtë formë implementohet te mekanizmi i fëmijës, implementimi mendor është që ai do të fillojë të ketë besim te vetja e tij që të mund të bëjë gjërat vetë. Në këtë formë nuk do të ketë shumë nevojë për prindin nesër. Nëse ti do japësh të gatshme gjërat që në moshë të hershme, qoftë edhe 1 vjeç e gjysmë, 2 vjeç, edhe më vonë, mirë është ta mësojmë që ai të fillojë të bëjë gjërat vetë, ato gjëra të thjeshta, qoftë edhe të veshë çorapet apo gjëra të thjeshta, që ai të rritet një fëmijë me vetbesim të lartë. Përndryshe nëse jep gati, ai edhe nëse në jetën e tij i merr ato gjëra gati, për shembull në moshën 18-20 vjeçare, mundesh të japësh, të hapësh një lokal, ta drejtoj fëmia apo një biznes. Është shumë e rëndësishme që atë biznes fëmia të ketë investuar vetë dhe të jetë lodhur për ta arritur, sepse kënaqësia që ai do të marrë dhe vetbesimi që do ketë te ai, te vetja vet, do të jetë që unë e arrita këtë gjë. Unë mundem të bëj gjëra. Dashuria e tepërt e prindërve që ja japin gjëra të gatshme fëmijës, e bëjnë fëmijën stagnativ, dembel, edhe nuk e vë mendje në punë, nuk rrit aftësitë e veta për jetën e të ardhmen. Ne duam njerëz të fortë për të ardhmen, që kanë bërë gjëra, që kanë besim që mund të bëjë gjëra, po si do ja japësh besimin në fëmijës nëse ai jep gati gjërat? Çfarë edukimi i jep fëmijës? Nëse ti nuk e lë atë të mundohet dhe të vërë inteligjencën e tij në punë, që ai të arrit disa gjëra që në moshë të hershme. Sigurisht edhe më vonë e vazhdojmë këtë lloj sjellje, që fëmia të aktivizojë inteligjencën e vet natyrale, që fëmia të krijojë përgjegjësi që në moshë të hershme e mësojmë gjërat që mund t'i bëj vetë, ta mësojmë që 2 vjeç, që 3 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, sa më herët aq më mirë. Ai do të ndjetë gjithmonë më i fuqishëm, gjithmonë më i aftë, gjithmonë më i arritur, duke u rritur në jetën e tij me këtë vetbesim dhe me eksperiencën që ka arritur disa gjëra që është implementuar që nga fëmijëria e hershme, individi në jetë do ketë më pak frikë nga jeta, automatikisht do vuajë më pak nga ankthi, automatikisht e parandalon ankthin. Sigurisht ka edhe gjëra të tjera, por një nga ato shumë e rëndësishme kjo, si ta edukojmë fëmijën që në moshë të hershme. Sigurisht pasaj meditimi transcendental është një mjet i mrekullueshëm që mbas moshës 10 vjeçare ai të fillojë të meditojë edhe të ketë këto eksperjenca të brendshme me veten e tij, që s'ka lidhje me fen, që s'ka lidhje me mësime intelektuale, por ka lidhje me një qetësi të brendshme, kur arrin mendja në të lloj qetësie, mendja prodhon ide, prodhon ndjenja, prodhon hapje horizonti.
Në këtë formë, ne e aftësojmë fëmijën edhe e bëjmë të jetë më i fortë në jetë në çdo drejtim.